Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Johann Wadephul ka propozuar që vendi të rrisë shpenzimet për mbrojtje në 5% të prodhimit të brendshëm bruto, një lëvizje që mbështet propozimin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për ndarje buxhetore në 3.5% për nevojat ushtarake dhe 1.5% për infrastrukturën mbrojtëse. Kjo do të përbënte një ndryshim historik në politikën gjermane të sigurisë, duke dyfishuar aktualisht buxhetin prej rreth 90 miliardë eurosh në mbi 160 miliardë euro. Edhe vendet e tjera europiane do të rrisin ndjeshëm kapacitetet ushtarake. Polonia, për shembull, tashmë investon mbi 4% të PPB-s në ushtri dhe planifikon të dyfishojë trupat në 300.000 deri në vitin 2035, me fokus të fortë në teknologjinë dhe mbrojtjen ajrore. Ndërsa Franca, si fuqi e vetme bërthamore në Bashkimin Evropian, po rrit buxhetin e saj të mbrojtjes përballë kërcënimit rus, ndërsa Britania po përqendrohet në teknologjitë e reja si dronët AI dhe armët me lazer. Italia po përpiqet të dalë nga pasiviteti me investime të reja në tanke dhe pajisje moderne për të përforcuar kapacitetet toksore. Ndërkohë edhe pse këto shtete po shpenzojnë miliarda për armatime, Shtetet e Bashkuara mbetet fuqia ushtarake dominuese globale. Sipas Global Firepower, fuqitë europiane si Britania, Franca dhe Gjermania nuk hyjnë në top 500, duke theksuar e përsinë e SBA-s, Rusisë, Kinës dhe Indisë në renditjen botërore.